Në Komisionin Komunal Zgjedhor të Komunës së Tetovës janë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e 24 marsit dhe tani më në komunën e Tetovës materialet e pabesueshme siç janë llampat, kutit kanë arritur, ndërsa materialet e besueshme sipas kryetarit të Komisionit Komunal Zgjedhor Ilyas Halimit duhet të arrijnë sot në orët e pasdites. Një pjesë e materialit zgjedhor ka arritur prej para 5 ditëve, materiali i pabesueshëm. Kurse materiali i besueshëm pritet sot më rrinë, dje na lajmëruan prej Komisionit Shtetor Zgjedhor se materialet janë gati edhe sot pritet na më rrinë. Halimi tha se nga ana e Komisionit Komunal Zgjedhor janë bërë të gjitha përgatitjet dhe janë trajnuar të gjithë anëtarët e komisioneve zgjedhore. Po, gjitha përgatitjet janë bërë, janë trajnuar gjithë anëtarët e këshillave zgjedhore, me të tanët, martën, mërkurën, që nga 3 grupe janë trajnuar. Trajnimi ka qenë mjaft me rëndësi, veçanërisht për këto këshilla zgjedhore cilët janë zgjedhur tani si vjet me mandat 4 vjet. Janë 3 dhe janë pa përvojë, prandaj duhet që me shumë kujdes dhe vëmendje ata të përcjellin këto trajnime që të pajisen me njohuri se si duhet sillen, si duhet veprojnë, si duhet të koordinojnë punët, qoftë mes vete, mes anëtarëve të këshillave zgjedhore, ashtu edhe mes këshillit zgjedhor dhe këshillit Komisionit Komunal Zgjedhor, dhe besoj se në këtë plan nuk do të ketë kurrë problemi. Në komunën e Tetovës do të ketë gjithsej 92 vend votime dhe këto zgjedhje do të mbikëqyren nga 920 anëtarë të komisioneve zgjedhore.